Së pari, kjo është një pamje shumë të rënditse, e cila na ka shokuar të gjithë si qytetarë së pari, pastaj si profesionist. Është për të ardhur keq që në aeroportin më të rëndësishëm dhe të vetmi ndërkombëtar që ne kemi dhe me të cilin ne krenohemi për shkak edhe të rritjes së përpunimit të pasagjerëve këto vitet e fundit, nuk kemi siguri, që do të thotë aty nuk ka asnjë punonjës të policisë apo të sigurisë të cilët mund të bënin të mundur neutralizimin e autorëve të këtij krimi mjaft të rënd dhe makabër në mes të ditës, por edhe ndërhyrja që duhet bënte policia menjëherë sa ndodhi kjo ngjarje. Pra ne shikojmë në mënyra amatoreske edhe mënyra se si shkelmohet xhami i makinës së viktimave, gjë që tregon që ende nuk kemi një polici të përgatitur për raste të tilla, por më e rëndësishmja dhe më kryesorja dhe më e pafalshmja është që aty nuk ka asnjë punonjës policie në hyrje dhe në dalje të aeroportit. Edhe pse ka ndodhur ngjarje të rënda, siç janë ato grabitjet, pra grabitja e fundit që ka ndodhur në Rinas, pretendoi, pra faktikisht pas ngjarjes filloi në aeroport që të kishte masa të sigurisë, disa muaj pas ngjarjes së grabitjes, por më vonë aeroporti është lënë në mëshirë të fatit, edhe pse ka një komisariat, më falni, që është dedikuar vetëm për sigurinë e aeroportit, që është një objekt i rëndësisë së veçantë. Çfarë do të ndodhte nëse do të kishim terrorist? Pra, që do të thotë terrorist, duke qenë se ne jemi një vend antar i NATO-s dhe jemi një vend i cili jemi i pozicionuar në mbështetje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo edhe partnerëve të tjerë perëndimor, kemi një konflikt të hapur me Iranin, që nuk kemi marrëdhënie diplomatike prej më shumë se 2 viteve, apo edhe vende të tjera të cilat janë vende që ne nuk i kemi partnere apo nuk i konsiderojmë si vende mike apo aleate, dhe ne jemi gjithmonë të kërcënuar ndaj këtyre vendeve apo grupeve të ndryshme terroriste, edhe për shkak të pozicionimit ton si partner i këtyre vendeve perëndimore. Pra ne nuk kemi, ky rast tregoi që nuk ka siguri minimale për jetën e qytetarëve të shqiptar, por edhe ata të huaj që vinë edhe vizitojnë vendin. Aq më tepër që duke qenë se ne jemi të destinuar për turizëm dhe kryesisht edhe propaganda që bën qeveria dhe gjithë, le të themi, mekanizmat e saj për të ardhur sa më shumë turistë në vendin tonë, ata janë ndjerë të shokuar kur menjëherë sa zbresin në aeroport, shikojnë një ngjarje të tillë, ose mund të kenë qenë edhe duke ecur në rrugë dhe fatmirësisht mirë që nuk kishte viktima të tjera. Pra, tregon që roli apo policia e shtetit nuk është për të ardhur keq që nuk ka reaguar dhe nuk ka patrulluar, të paktën edhe në hyrje dhe daljet e gjithë rrugëve, 2 rrugëve që janë, pra rruga që çon nga Rinasi në Tiranë apo nga aeroporti i Rinasit në Tiranë, edhe nga aeroporti i Rinasit për në mos gaboj në Fushkruj apo del për në Kruj, është ajo udhëzimi që del në autostradën e re. Kështu që nuk kam fjalë të tjera për ta përshkruar të mos reagim apo masat të policisë apo dhe të gjithë strukturave të tjera shtetërore, sepse përveç se ne kemi policinë që e shikojmë në teren dhe duhet të jetë në gatishmëri të çdo akti apo çdo formë tjetër dhune apo cënim të sigurisë së rendit publik, rendit kushtetues,
nuk kemi edhe agjencinë e inteligjencës e cila duhet merret me informacione të cilat ka për detyrë për të marrë edhe për t'i çuar edhe policisë, por edhe prokurorisë. Kemi rasti jon tregon që ne jemi të pa përgatitur për gjërat më minimale dhe duhet që menjëherë shteti të reagojë, qeveria të reagojë, ministria edhe pse ka bërë deklarata publike duhet të reagojë, por kur shikojmë që kemi punonjës së policisë, të cilët duhet të mbikëqyrni policinë lidhur me kryerjen e tyre e detyrave funksionale në respektim të ligjit dhe kushtetutës, shikojmë që punonjësi i AMP-s është prezent me persona të cilët janë në procedent penal. Kjo na dekurajon të gjithëve që këto gjërat mund të funksionojnë dhe ligji mund të funksionojë. Ndonse na vjen keq sepse është viktimë dhe urojmë shërim sa më të shpejt, por kjo nuk tregon seriozitet dhe besim njëherë nga ana e publikut tek institucionet, por edhe kush janë ata që rekrutohen pas një lloj kriteri dhe pas një lloj meritokracie në këto vende të cilat janë të rëndësisë së veçantë dhe vende specifike të cilat së pari duan një përgatitje profesionale. Por ajo që është më e rëndësishme është që duhet rekrutuar profesionistë të cilët kanë kriter të fortë, kriterin e personalitetit apo kriterin moral, që janë të pa komprometuar me krimin e organizuar, janë të pa korruptueshëm dhe kryejnë detyrën e tyre me përgjegjësi të plot dhe me besnikëri ndaj ligjit dhe kushtetutës. Duke pasur parasysh gjithë këto elemente që ju përmendët sa i përket pjesës së mosreagimit si para, gjatë dhe pas ngjarjes, me çfarë autorësh kemi të bëjmë në këtë rast, me profesionist, amator, apo kemi një vrasje të mirë organizuar dhe të mirë planifikuar që mund të ketë edhe mbështetje në strukturave të tjera policore nga pas apo shtetërore? Mendoj që kjo është një ngjarje e mirë organizuar. Pra ata nuk janë 4 autor, pra aty kemi më shumë se 4 autor, pra autorët ta quhen ekzekutor për sa i përket përgjegjësisë penale, të cilët kanë sinjalizuar lidhur me uljen apo me mbritjen e viktimave, pra 2 viktimave të cilët udhtonin nga Mbretëria e Spanjës apo nga Spanja për në Shqipëri. Pra ka pasur një informacion të saktë, përderisa edhe autorët kanë qenë të sigurt lidhur me këtë fakt, së dyti makina, pra makina e cila do t'i shoqëronte, pra që do t'i merrte, edhe kanë pasur informacion se kush ka qenë personi apo makina e cila ka shkuar për t'i pritur. Pra besoj që duhet të ketë përgjim edhe të telefonave ose të mesazheve telefonike, dhe këtë mund ta bëj vetëm organet e specializuara që mund të jetë shërbimi informativ kombëtar apo edhe organet tjera ligjzbatuese të cilat kanë akses edhe në komunikimet nëpërmjet aplikacioneve të ndryshme. Pra kjo është një pjesë për cilën unë aludoj dhe më çojnë drejt këtij përfundimi apo këtij konkluzioni. Mund të ketë punonjës të aeroportit, të cilët kanë bërë check-in-in, pra punonjësi të cilët kanë marrë pasaportën e kanë skanuar dhe kanë bërë të mundur kalimin e viktimave në aeroport. Gjithashtu mundet të ketë edhe persona të cilët kanë vëzhguar nga momenti i daljes nga aeroporti për tek parkimi, janë siguruar që këta kanë hipur në këtë automjet, dhe pastaj kemi automjetin në të cilin kanë udhëtuar autorët e këtij krimi, që do të thotë ata ishin të bindur
që viktimat kanë qenë në këtë makinë, sepse edhe vetë makina ka qenë me xhama të zinj. Pra, nuk ka pasur mundësi që në qoftë se nuk kishte informacion të saktë, ata nuk do të qellonin, pra ishin shumë të sigurt. Pra mënyra se si del makina e autorëve në rrugë. Pra momenti që qëndron, momenti që dalin autorët dhe godasin në mënyrë të sigurt, tregon që këta janë profesionistë. Pra janë njerëz të cilët janë marrë derë tjetër me këto krime. Nuk është se janë amatorë, ata ishin gjaftot, profesionistë, të vendosur, kanë goditur në momentin e parë në mënyrë të menjëshme, të befasishme, gjë që ka gjetur të pa përgatitur viktima, sepse edhe viktima ka qenë të armatosur, pra mos gaboj, në automjet duhet të gjetur rreth 4 armë zjarri, por këtë nuk mund ta them dot me siguri, çfarë kemi lexuar nga media, dhe momenti që drejtuesi i automjetit apo punuesi i AMP-s ka humbur drejtimin e mjetit dhe ka lënë mjetin në gjendje të lirë. Dhe në momentin që ka ndaluar mjeti, aty ka shkuar prap në fillim ka shkuar 2 autor, pastaj njëri prej tyre u kthye dhe la vetëm me automatik për të goditur, por i bllokua arma. Në këtë moment kthehet edhe merr, pra këta tregojnë gjitha këto lëvizje dhe veprime kanë marrë përsipër se u ta kryejnë këtë krim, kanë qenë të bindur që viktima apo objektivi ka qenë në këtë automjet dhe janë siguruar që të godasin vetëm në krahun, pra në krahun e pasagjerit dhe në sedilen e pasme. Pra nuk ka qenë objektiv drejtuesi i automjetit, ndonse për fat të keq të tij që ndodhej në të automjet, por po ta shikojmë edhe momenti kur shkon autori për të siguruar, apo momenti që godet, ai nuk godet drejtuesin e automjetit, po godet 2 viktimat e tjerë. Pra viktimat cilët ishin në vendin e parë të automjetit dhe në vendin e dytë.